ta dini ju krejt çka vini këtu. To kem yll shtetit. Sa është e kem yll kur ti verani me dalë ashtu aty kur do të më dek vish një herë rani në komunë. Mos ka bërë kush. Kush herët ma mirë se shtesin konë. Ata që i prishin, ata e të prisht vetë, a i prisht të nishë prish. Se që mos marën. Ta dini ju krejt çka vini këtu. To kem yll shtetit. Sa është e kem yll kur ti verani me dalë ashtu aty kur do të më dek vish një herë rani në komunë. Mos ka bërë kush. Kush herët ma mirë se shtesin konë. Ata që i prishin, ata e të prisht vetë, a i prisht të nishë prish. Se që mos marën. Kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës Albin Kurti ka udhëtuar drejt New Yorkut në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të marrë pjesë në javën në nivelit të lartë të sesionit të 80 të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Ky forum, i cili mbledh çdo vit lider nga e gjithë bota, shërben si një arenë e rëndësishme për dialog, bashkëpunim dhe avancim të interesave kombëtare në një plan global. Gjatë qëndrimit të tij në SBA, Kurti do të zhvillojë një sër takimesh bilaterale me lider të shteteve të ndryshme, duke synuar forcimin e marrëdhënieve ekzistuese dhe hapjen e rrugëve të reja për bashkëpunim. Qëllimi kryesor i këtyre kontakteve është konsolidimi i mbështetjes ndërkombëtare për Kosovën, në veçanti nga vendet që ende nuk e kanë njohur pavarësinë e saj. Përmes diplomacisë aktive, Prishtina shpreson të zgjerojë numrin e njohjeve dhe të forcojë subjektivitetin e saj ndërkombëtar. Një pjesë e rëndësishme e vizitës do t'i kushtohet edhe takimeve me komunitetin shqiptar në SBA dhe me përfaqësuesit e shoqatave të diasporës. Kryeministri në detyrë pritet të diskutojë për rolin kyç që diaspora ka luajtur dhe vazhdon të luajë në mbështetjen e shtetit të Kosovës, qoftë përmes lobimit politik, qoftë përmes kontributit ekonomik dhe kulturor. Këto takime pritet të shërbejnë edhe si një thirrje për përfshirje më të madhe të Morgatës në proceset zhvillimore dhe investuese në vendlindje. Në agjendën e Kurtit gjatë javës së nivelit të lartë janë gjithashtu edhe prezantime që lidhen me mundësinë që Kosova ofron për investitorë të huaj. Ai pritet të theksojë përparësitë konkurruese të vendit si fuqia punëtore e re dhe e kualifikuar, pozita gjeostrategjike në rajon si dhe politika e orientuar drejt zhvillimit ekonomik dhe inovacionit. Kosova synon të tërheqë më shumë investime të huaja direkte, duke krijuar kështu hapësira të reja për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik dhe punësim. Pjesëmarrja e Kosovës në një forum kaq të rëndësishëm ndërkombëtar shihet si një mundësi e madhe për të rritur dukshmërinë e saj në arenën globale përmes prezencës aktive të kryeministrit në detyrë dhe kontakteve që ai do të realizojë. Pritet të përcillet mesazhi i qartë se Kosova është e përkushtuar për paqe, bashkëpunim dhe zhvillim demokratik. Në një kohë kur sfidat ndërkombëtare janë të shumta dhe komplekse, Kosova kërkon të tregojë se është një partner i besueshëm dhe i gatshëm për të dhënë kontributin e saj në çështjen globale. Kjo vizitë e Kurtit në New York shënon një tjetër hap në rrugtimin e Kosovës drejt fuqizimit të subjektivitetit ndërkombëtar dhe rritjes së rolit të saj në skenën botërore.